E kom një pyetje serioze për këta që jetojnë në Maqedoni ose i vinë nga Maqedonia dhe jetojnë në diasporë. A keni ndaj informatë se kush është ky personi që ka qenë ideatori dhe dizajneri i këtij s'ja me qujt për me dekoru për festa Shkupin në këtë formë, ose nëse e dini kush është, a ka mundësi më tregu çfarë profesioni ka bo, se për besë që kjo duket pak e tepërt. A jeni të kënaqur me këtë dekorim ju që është bo në Shkup? Domethënë, ju qeni kushdo mundet me komentu, se tash nëse më menal me thonë ti je i Shqipërisë, ti je i Kosovës, s'ban me komentu, po kisha pas qef me ditë prej këtyne të Maqedonisë së Veriut, shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, shqiptarëve të Shkupit, a jeni të kënaqur ju me qëtë vepër, me qëtë dekorim?